Gjatë periudhës mesjetare, Vushtria njohu Lulëzim si një qendër ekonomike dhe artizanale. Kaleja e Vushtrisë ka shërbyer si një pikë mbrojtje, por edhe si një simbol i rëndësishëm i pushtetit të atëhershëm lokal. Ajo ruhet ende sot dhe është një ndër atraksionet kryesore të qytetit. Sot Vushtria nuk është vetëm një qytet me të kaluar të pasur, por edhe një qendër e gjallë kulturore, ku trashëgimia ndërthuret me jetën moderne. Festivalet, panajiret kulturore dhe aktivitetet rinore e bëjnë këtë qytet një vend ku historia dhe armja ecin krah për krah. Trashëgimia kulturore nuk kufizohet vetëm në vlerat shqiptare, por pasurohet nga bashkëtesa me komunitete të tjera, veçanërisht me komunitetin turk, i cili ka qenë pjesë e pandashme e këtij qyteti për shumë breza. Jeta në harmoni mes këtyre komuniteteve është dëshmi e një bashkëtese shembullore, ku respekti, mirëpritja dhe bashkëpunimi janë vlera që kultivohen çdo ditë. Komuniteti turk ka ruajtur me kujdes gjuhën, zakonet dhe traditat e veta, duke kontribuar në mozaikun kulturor të Vushtrisë. Kjo pasuri kulturore reflektohet në veshjet tradicionale, këngët, vallet, gatimet dhe festat që kremtohen së bashku, duke krijuar një atmosferë të veçantë të unitetit në diverzitet. Në raste të ndryshme kulturore apo festivale, qytetarët e Vushtrisë, qofshin shqiptar apo turq, marrin pjesë aktivisht, duke përforcuar ndjenjen e përkatësisë dhe të bashkësisë. Trashëgimia kulturore është shumë e rëndësishme për identitetin dhe historinë e një kombi dhe ruajtja e saj ndihmon në forcimin e lidhjeve mes brezave. Trashëgimia kulturore jo materiale, të cilat përfshin elemente që nuk mund të preken për që ruhen përmes brezave, të cilat janë gjuha dhe dialektet, muzika dhe këngët tradicionale, vallet popullore, tregimet dhe legjendat, zakonet, festat dhe ritualet. Popullore të Drenicës. Veshjet popullore të Drenicës janë një pasori e trashëgimisë kulturore shqiptare, të cilat dallohen për elegancën simbolike dhe mjeshtarinë artizanale. Ato përbëhen nga elemente të veçantë që reflektojnë identitetin dhe historinë e kësaj krajine. Gratë në Drenicë vishin veshje të punuara me dorë, të pasura me qendisma dhe ngjyra të ndezura. Një shembull i tillë është veshja e paraqitur ku dallohet përparsja e bukur me motive lulesh dhe leku i qëndisur me detaje të hollishme. Veshja e burrave. Burrat në Drenicë vishin terç të ngushtë me gajtan të zi, këmisha të bardha me mang të gjëra dhe lek të qëndisur. Një përshkrim të tillë mund ta gjeni ku theksohet rëndësia e atijshme si element tipik i veshjes së burrave në këtë krahim. Veshjet popullore të rrugës janë ndër më karakteristiket dhe më të dallueshme në trujet shqiptare. Ato ruajnë elemente shumë të vjetra dhe kanë një pamje mjaft unike që pasqyron historinë, klimën dhe traditat e kësaj treve malore. Karakteristikat e veshjeve popullore të rrugës për burra janë plisi i lartë, kryesisht më i lartë se në zonat të tjera, simboli i identitetit burrëror, terç të bardhë me gajtan të zi punuar me dorë nga leshi i delës, të ngurtë dhe shumë të pasur, jelet dhe brezat shumë ngjyresh përdorur për të mbajtur trupin ngrohtë dhe pamjet festive. Këmisha të bardha me mëng të gjera, zakonisht më pak të qëndisma në jauh apo në mëng, kurse për gratë janë veshjet me ngjyra të theksuara, shpesh dominon e kuqja e bardha dhe e zeza. Qylofi është kapele qëndisur veçanërisht për vajzat të reja, zbukuroi me monedha argjendi dhe zbukurime tjera metalike. Pështjellaku dhe përporsja me motive gjeometrike apo lulesh, zakonisht të punuara me dorë. Këmisha të bardha me qëndisma në mëng dhe jauh me motive tradicionale të rrugës, kurse të përbashkëta janë leshe dhe pambuku ishin materialet kryesore për veshje. Motivet të qëndisura me dorë që shpesh kishin kuptime simbolike si fat, begatim, mbrojtje nga e keqja. Janë këpucët të quajtur opinga të punuara nga lëkura e trash. Rrogovasit e mbojnë bezin e bordh rreth plisit si pjesë të identitetit të tyre tradicional dhe për disa arsye të rëndësishme kulturore e simbolike. Shembulli i parë është simboli i pastërtisë dhe burrërisë. Brezi i bardh, një shiret i hull, leshi apo pambuku lidhet rreth plisit për të theksuar pastërtinë, urtësinë dhe fisnikrinë e burrave rrogovas. Ngjyra e bardhë ka qenë gjithmonë simbol i dritës, paqes dhe ndershmërisë, kurse e dyta janë elementet mbrojtëse dhe shenjë dalluese. Është kur plisi mbulohet me bezë për ta mbrojtur nga plori dhe dëmtimi, por edhe për të ruajtur pamjen e rregullt. Në të njëjtën kohë bezi e bën plisin më të lartë dhe më të dallueshëm, duke krijuar një pamje me karakteristike që e veçon burrin rrogovaz nga të tjerat. Kurse e treta traditë e trashëguar brez pas brezi.
Ky zakon është ruajtur me fantazinë në rregull dhe është pjesë e krenarisë. Veshja tradicionale e shalës së Bajgurës. Kjo veshje përfaqëson trashëgiminë dhe krenarinë e banorëve të shalës së Bajgurës, një trevë me histori të pasur dhe kulturë të veçantë. Veshja femërore dallohet për këmishën e bardhë dhe qëndisa të dorës. Përposen shumë gjysëherë dhe e lekun e qëndisur me motive tradicionale, ndërsa veshja mashkullore përfshin tërëzin të leshit, brezin e gjerë dhe plisin si simbol kombëtar. Çdo element i saj bart një histori, nga ngjyrat e përdorura te motive që ruajnë mesazhe simbolike të lidhura me jetën, natyrën dhe besimet e lashta. Veshjet popullore të Hasit janë ndër më të pasura dhe më të bukurat në tevat shqiptare, të njohura për ngjyrat e gjalla, qëndismat e emta dhe simbolet tradicionale që mbartin. Ato përfaqësojnë kulturën dhe historitë e saj zone që shtrihen në kufirin Kosovë-Shqipëri. Karakteristikat e veshjeve të Hasit për gratë, pashtjellëk apo përzamore me ngjyra të ndezura, e kuqe, vjollce, zezë dhe me motive gjeometrike apo florale të qëndisura me dorë. Këmisha e gjatë e bardhë me qëndisma në mëjag dhe fund, zakonisht me fije të arta apo të kuqe. Kryet mbuluhet në marham, shami, me motive të thjeshta ose të qëndisura, sidomos për vajzat e reja dhe gratë e martuara. Stolit, gratë hasiane, kanë përdorur shumë monedha, argjente, varse dhe vath tradicional. Për burrat, plisi i bardhë, sikurdo në Kosovë dhe në Shqipëri, këmisha të bardha të gjera, zakonisht prej iliri me pak të qëndisma. Tesh me gjajcan të zi apo të këq, punuar me dorë të ngushtë dhe të qëndisur në fund e anë. Je lek me zbutërim dhe brezat gjysmëngjësht për të mbajtur belin, o pinga të punuara me lëkurë përdorur nga dy të gjenit. Tipare dalluese. Ngjyrat e forta, simbolet gjeometrike janë tipike për Hasin. Veshjet që kanë funksion dekorativ dhe ceremonial, veçanërisht për dasmat dhe festa. Punim shumë i holl artizanal, veçanërisht në pjeshtllak me përzamore që konsiderohen kryevepra. Gratë në treven e Hasit dhe në disa zona të tjera shqiptare i mbajnë dy të rrosa në bel, të njohura si dërrosa apo drrosa për disa qytetarë tradicional, funksional dhe simbolik. Veshjet popullore të Dugaxhinit janë të pasura me simbol, ngjyra dhe teknik artizanale, duke ruajtur elemente të lashta të kulturës shqiptare. Kjo trevë përfshin zona të Malësisë së Madhe, Tropojës, Pukës dhe Hasit, por shpesh termi Dugaxhin lidhet edhe me krahinat rreth lumit Dren, në veri të Shqipërisë. Karakteristikat e veshjeve popullore të Dugaxhinit për gratë. Këmisha e bardhë e gjatë deri te kyçet e qëndisura në jak dhe mënga me motiv tradicionale. Pshtellaku zakonisht i zi apo i koq, me qëndisma të dendura në pjesën e përparme dhe të pasme, shpesh me simbole të mbrojtjes dhe fertilitetit. Jeleku i qëndisur, shpesh prej kadifeje të zezë me fije të arta ose të kuqe. Brezi i koq, që shërben për të lidhur veshjen dhe për të theksuar belin. Shamia e kokës ose marham për mbulimin e flokëve sipas statusit, vajzë apo grua e martuar. Stoli përdoret monedha, varse dhe simbole të trashëguara, shpesh si pjesë e pajës martësore. Për burrat, plisi i bardhë, njësoj si në gjithë trevat shqiptare. Tirça e bardhë me gajtan të zi, punuar nga leshi i bardhë i delës me qëndisma në fund të këmbës dhe tek beli. Këmisha e bardhë me mëngë të gjëra, pa shumë zbukurime për përdorim të përditshëm. Jelek me zbukurime zakonisht në ngjyrë të errët dhe në gajtan të zi ose të kuq. Opinga, këpucë prej lëkure dhe të thjeshta, shumë praktike për terrenin malor. Veçori të veçanta të veshjes në Dugaxhin. Ngjyra kontaktuese e kuqe, e zezë, e bardhë, jashtëm të përdorura. Motivet gjeometrike dhe florale janë të zakonshme në qëndisma. Funksionaliteti dhe simbolika janë të balancuara. Veshja shërben për të mbrojtur nga klima e ashpër, por njëkohësisht parashyron statusin dhe origjinën.
Trashëgimia kulturore shqiptare dallohet për veçantinë, thjeshtësinë dhe elementet simbolike. Ja disa karakteristika të tyre kryesore. Për gratë, gjubleta. Edhe pse më e zakonshme në zona të tjera, në disa fshatra të Drenicës është përdorur në forma të thjeshtuara. Plisi i mbuluar me maram. Gratë mbanin një maram apo shami të bardhë ose me motive të thjeshta, për të mbuluar kokën. Jeleka dhe përparëse. Jelekët zbukuroheshin me qëndisma ose elemente me ngjyra të ndezura. Qëndisma me motive gjeometrike apo lule, veçanërisht në këmisha dhe përparëse, duke pasqyruar mjeshtërinë artizanale. Për burra, plisi i bardhë, simbol i identitetit shqiptar, mjaft i pranishëm edhe në Drenicë. Këmisha të bardha me mëng të gjera, të punuara me dorë, shpesh me qëndisma të zeza ose të kuqe në jak dhe mëng. Tjerç me gajtan të zi. Tjerç ishin të ngushtë dhe zbukuroheshin me gajtan apo shire të zi. Karakteristik për shumë zona malore. Jelekët dhe brezat e leshtë, të cilit shërbenin për ngrohje dhe pamje tradicionale. Të përbashkëta, ngjyra simbolike, e bardha, e kuqja dhe e zeza dominonin, me kuptim simbolik, pastërti, gjak, qëndres. Materialet natyrale, leshi, liri dhe pambuku ishin më të përdorurit. Roli funksional dhe estetik. Veshja nuk ishte vetëm zbukurim, por edhe mbrojtje nga emoti dhe shprehje e statusi sosyal. Kıyafetleri zengin ve rengarenktir. Türkiye'nin farklı bölgelerinin tarihini, kültürünü ve geleneklerini yansıtır. Bu kıyafetler Türk halkının etnik, coğrafi ve sosyal etkilerini yansıtan farklı bölgelere ayrılmıştır. Aşağıda Türk halk kıyafetlerinin başlıca bölgelere göre dağılımı verilmiştir. 1. Anadolu halk kıyafetleri. Erkekler için. Ceket ve bol pantolonlardan oluşan kıyafetlerle tanınır. Zengin işlemeler ve sırma detayları ile süslenmiş olup siyah ve toprak tonları gibi koyu renkler tercih edilir. Kadınlar için geniş kollu, uzun elbiseler ve başörtüsü kullanılır. Bu kıyafetler genellikle kırmızı, yeşil ve mavi gibi canlı renklerle işlenmiş zarif nakışlara sahiptir. 2. Marmara bölgesi kıyafetleri. Türkiye'nin en gelişmiş bölgelerinden biri olan Marmara'da halk kıyafetleri modern ögelerle geleneksel unsurları birleştirir. Kadınlar genellikle şık ve parlak elbiseler giyerken erkekler daha sofistike kıyafetler tercih eder. 3. Ege bölgesi kıyafetleri. Bu bölgenin kıyafetleri beyaz ve açık renkleriyle tanınır. El işi, çiçek ve yaprak motifleri oldukça yaygındır. Başörtüsü ve sade elbiseler bölgenin ılıman iklimine uygunluk gösterir. 4. İstanbul halk kıyafetleri. Osmanlı İmparatorluğu'nun merkezi olan İstanbul'da geleneksel kıyafetler daha gösterişli ve ihtişamlıdır. Kadınlar renk değiştiren kumaşlarla süslenmiş uzun elbiseler giyerken erkekler uzun pantolonlar ve kemerli ceketler giyer. 5. Çukurova bölgesi kıyafetleri. Bu bölge Mısır ve Arap kültürlerinden etkilenmiş geleneksel kıyafetleriyle bilinir. Kadınlar çoğunlukla örme ve süslemeli uzun elbiseler giyerken erkekler detaylı, işlenmiş hafif ve örme pantolonlar kullanır. 6. Doğu Anadolu bölgesi kıyafetleri. Bu bölge yün ve pamuk gibi doğal malzemelerin kullanıldığı özel kıyafetleriyle öne çıkar. Kadınlar çoğunlukla desenlerle süslenmiş dar ve uzun elbiseler giyer. Erkekler ise bol pantolon ve sade gömlekler kullanır. 7. Karadeniz bölgesi kıyafetleri. Bu bölgedeki kıyafetler gri, yeşil ve mavi gibi koyu ve zengin renklerle tanınır. Deniz ve doğa motifleriyle süslenmiş giysiler yaygındır. Kadınlar çoğunlukla ağır elbiseler giyerken erkekler dar pantolonlar ve uzun kollu ceketler tercih eder. Özet: Türk halk kıyafetleri 7 ana bölgeye ayrılmıştır ve her biri kendi kültürel ve tarihsel özelliklerini yansıtır. Osmanlı İmparatorluğu'nun etkisi, farklı etnik bölgeler ve sosyal kültürel gelişmeler bu kıyafetlerin oluşumunda önemli rol oynamıştır.